Pavarësisht se mazhoranca prej kohësh po lobon për efektet pozitive që sjell importimi i mbetjeve të riciklueshme në Shqipëri, vetë qytetarët e quajnë si diçka të padrejtë miratimin e këtij projektligji. Sipas tyre, një miratim i tillë do të ishte në të keqe të vendit tonë. Ja, nuk ka dakord se ja, nuk është. Punë që bëhet. Gjithkusht ta bëjnë punën e vet. Për shembull, sheti jonë me çu një hirse tjetër thotë. Ose ata me artën e. Ja, s'është drejt. Ne duhet angazhohna që ta marrim pastërtin vendin tonë e jo të na vinë nga të tjerët plehrat e tyre në Shqipëri. Kjo tregon nivelin e vogël të qeverisë tonë. Mu më mërmene se plehra kena bolë. Cila familje e merr plehrat këshi se i fut në bord vet. Apo s'pa mendja se ban këtë, kurkush nuk e ban. Gjithkush plehrat i qet jashtë shtëpisë dhe i çon atje ku duhet. Nuk më pëlqen as pak kjo, ne kena plehna boll, gjithka ka cillesh me prodhata. Importi i mbetjeve shton qytetarët është një rrezikshmëri për shëndetin e secilit. Këto meturinat kanë gjithfarë mikrobe, gjithfarë pisteqeshe. Meturina më kanë të thonë. Ata janë shumë të rrezikshme për arsye se vetë mjekësia dhe vetë njerëzit që unë kam pyet, si njëri personal, ata damtojnë shëndetin. Dhe nga logjika e çdo njeriu thotë si ka mundësi kur ti e furnizon një vend me plehra dhe ata fëmijë i vogël të marrin atë ajër aq nyt, aq dëmshëm dhe ai tjetri thotë jo. Aja është gabim. Po si do kudo të rrezikshmërinë e kanë. Plehrat e kanë rrezikshmërinë. E s'po vepet dumon kësaj pune. Plehrat janë të rrezikshme. Se varet se çfarë plehrash janë. A janë mbetje spitalore, a janë mbetje nga fabrikat. Po kush t'i vjen me kënd të mira? Edhe në Tiranë, shoqëria civile ka organizuar sot një protestë para parlamentit ndërkohë që po zhvillohej seanca plenare. Ata i kërkuan deputetëve mosmiratimin e këtij projektligji duke shtuar se në të kundërt do të fillojnë mbledhjen e firmave për referendum.